Hajde ta bëjmë edhe këtu. Ti kthejmë të gjitha në shqip. Lenci, një eksperiencë ta dhe vllajim, si ta doj zemra, si ka nisë më saktë ndoshta dublimet. Është një eksperiencë gati 20 vjeçare. Shumë e bukur. Filloi, po themi si një hajde ta bëjmë. Okay. Ishin dublimet e para që nisi punën edhe Digitalbi. Ajo ishte pastaj një rrugtim që unë nuk do ta harroj kurrë. Dublimi është sa i bukur aq edhe i vështirë. Domethënë është fatkeqësi që është zbehur si gjë. Dublimet janë gjë shumë e bukur. Po të krahasoj një gjë me italianin, po themi. Në televizionin italiane ti nuk dëgjon asgjë tjetër përveç se gjuhës italiane. Hajde ta bëjmë edhe këtu. Ti kthejmë të gjitha në shqip. Ajo do ishte perlë dhe fantastike. Sa bukur do ishte, po. Domethënë hajde në televizionin tonë të flasin vetëm shqip. Artistikun vizatimorin. Pse jo? Ne e kemi tentuar dhe artistikun. Po, e bëjmë ka qenë Harry Potteri, ka qenë i vetëm në shtëpi. Po, pafund. Doktor Dolittle, domethënë kanë qenë pafund dhe artistiku. U tentua, pati sukses. Dhe pastaj u mbyll dhe u ndërprer. Nuk e di pse.